Dhe ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ndjemdhejt më të urrejtur te Allahu, që ka thonë pejgamberi Allahut, tre lloj njerëz Allahu nuk i shiqon, nuk i flet, nuk i pastron, dhe ka përgatit për ton dëshkim të rrep. Kush janë këto tre? Janë tre të cilët s'kan nevojë për katë cilësi se e posedojnë. Ka thënë Sheikhun Zani, plaku imoral, plaku zinaqar, 80 vjet i ka bon, kam që mojnë në vete, apet flet për imoralitet. E ki për një podo. Duen di vetë për kraj me kap, aja la, gojen e ka, të flic që flet për imoralitet. Këto Allahu nuk i do. As nuk i flet. As nuk i pastron dhe kanë dëshkim të rrep. Diti nga to, melikun këtë dhep. Mbreti rënavec. Këtë ko kena me shumic. Nëse rrejnë njani pizorit, në regull dhe kuptoj. Mo ti kujnë e për rrejnë? Qa ki nevoj me rrejnë? Ti e mbret, kur kush ti e në gjikatës qëtë, ti gjikatësit prekuror ti ndronë kur dush, pse rrejnë? Allahu azza wa jalla nuk e rrejnë se këto, rrejnë gjunat madh edhe kur s'ka nevoj. Edhe i treti pe atinve ka thonë, ailon mustekbir, fukaraja me madh. Kini pa të fukara? Am ka nevoj, am është me një madh. Këto Allahu azza wa jalla nuk i donë, Allahu në rujt për tyre. Ditën e kiametit si rinjallën këta mendje mdhejt. Në ditën e kiametit, vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut ka thonë, rinjallën ditën e kiametit këta të cilën qitshin çalam, o mitëshin gjiksin të e qitën, ditën e kiametit rinjallën sikur milingon, dvogli si bubrecët e vogle. Kini pa do vitë bubrecët e vogle. Që i në të rup një mot me jetun të rupin tënë të se jeton. Ditën e kiametit rinjallën ka thonë që ka që të mëdhoj sikur me qenë milingona bubreca të vogli në formet e njerëzve. Ka thonë pejgamberi Allahut, njerëzit ata i shkelin pa i hetu. Parëmendoj të ditën e kiametit ku të rinjallës, e shkel Hitlerin, a i thot, largoj pak komën se më këput e kej. Këtë një kërë për Hitleri, o pasë. Ditën e kiametit e shkel, i se mërvesh. Të të largoj e komën se ma dajt e frima. Ka me ndemejnë ditën e kiametit qaq dvogli, për shkak se s'kan vlerë të Allahu farë. Ato që i kanë dëgjirë më konë të mëdhej, Allahu azza wa jalla i zvoglot ditën e kiametit. Dhe thot pejgamberi Allahut se Allahu azza wa jalla ja jep këto një me laqës me ndje mëdhejt e aje ka për kryes. Se kokën e ngrike këtë dunjo, thot edhe ku ta hedhe dhe edhe në gjenem e hedhe 40 pranvera deri sa të më rrinje më fosht a gjë në gjenem, Allahu në rujë. Me ndjemdhej që janë ata të cilët thot i mbështjel më poshtërsia në nëshmimin ditën e kiametin të naon.